Pa kaluar 48 orë nga vendimi I fundit, Bordi I Transparencës ka ndryshuar çmimet e hidrokarbureve, të cilat posojnë një rritje të ndjeshme dhe arrin nivelin më të lartë që prej nisjes së luftës në lindjen e mesme. Bordi I Transparencës ka vendosur çmimet e reja tavan dhe duke nisur prej kësaj të shtune, nafta nga 203 lek për litër do të tregtohet në 218 lek për litër, duke posuar një rritje me plot 15 lek. Çmimi I shitjes me shumicë do të jetë jo më shumë se 206 lek, ndërkohë benzina ka posuar një rritje me 6 lek, nga 175 lek për litër, ajo do të tregtohet në 181 lek për litër, ndërkohë që me shumicë ajo do të tregtohet 169 lek. Bordi u mblodh gjatë paradites së të shtunës dhe çmimet e reja I njoftoi vetëm 5 minuta përpara orës 10:30, kur edhe u fut në fuqi vendimarrja e re. Subjektet e tregtimit të hidrokarbureve të cilat nuk I respektojnë çmimet e vendosura nga bordi, gjobitën deri në pezullimin e licencës nëse nuk reflektojnë. Tërheqin vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakisë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi I aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me atë të financave dhe të infrastrukturës dhe energjisë janë të angazhuara të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe të ruajtjes së parimeve të konkurrencës, thuhet në njoftim. Bordi I cakton çmime duke marrë në konsiderat bursën, vlerën në zhdoganim, koston e transportit dhe fitimin e kompanive, që do të jetë 3 lek për shumicën dhe 12 lek për pakicën. Sipas lehtësuese, qeveria ka paralajmëruar se do të ulë në 20% aksizën e naftës, nëse çmimi ka përcen 220 lek për litër. Sipas qeverisë, bordi do të jetë në fuqi deri në stabilizim të situatës dhe rikthim të çmimeve në nivelin e para krizës, në rast se do të ulen edhe në bursë.